Besoj që ky mund të ishte edhe sezoni i fundit për Ancelotin. Ma do mendoj që ishte sezoni sepse kishte kohë që flitej, do ndryshoj. Po i shpëtoi largimit në momentin e eliminimit nga Arsenali dhe ju dha një mundësi tjetër në El Clasico. Po mund të kishte një largim më të shpejt, kjo është e vërtet, pavarësisht se emrat e mëdhenj presidentët gjithmonë nuk ndryshojnë alin, duan rezultatin. Jo, dakor, ai gjithë duan rezultatin, është pak jo i vrasë, si mafios më zhdukur për herë Perez. Dhe, okay, mafios filma, se nuk ekzistojnë mafiozët në jetë, por mafios filma është shumë i rrept, shumë fitues, aq i lavdishëm, edhe të largot me një mënyrë tmerrsisht pa lavdishme. Sigurisht, kanë ciklin e tyre, trajnerët, po dhe skuadrat, po lejohet nga një herë, qoftë një super skuadër si Realit, ketë një vit dështuar. Po, padyshim besoj se po, duhet ta pranoj një gjë të tillë, dhe rikthimi i Ancelotit ndoshta ishte për faktin se italiani me natyrën që ka, pra Carlo Ancelotti kishte lënë vetes një derë hapur, sepse ai e bëri një eksperiencë reale. Vërtet është Ancelotti. Po, një zotëri vërtet, e kishte një derë hapur dhe rikthimi për të hequr atë mallkimin e La Decima, ishte pikërisht me Carlo Ancelottin. Më pas Reali nuk u ndal më dhe skuadra që në një farë mënyrë e ka dominuar Champions League-ën dhe ne që merremi me sportin nuk kemi dëshirë që Reali gjithmonë të triumfojë në këtë kompeticion. Më të rëndësishëm, sepse ka bërë në momente të caktuara, duket sikur Reali shkon finale, gjithçka është e zgjidhur të fitojë Reali. Është si Bayerni në Bundesliga. Po, si Bayerni në Bundesliga. Prandaj mendoj që Reali nuk mund të fitojë gjithmonë në Evropë.